Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahu Jalla wala falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Lutim Allahu Jalla wala që t'i bekon ditët tona në këtë dunjë dhe ditën më të mirë të na bën ditën e takimit me të. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekën rrugën deri në fund të kësaj bote. Po vazhdojmë matutja apo me emrin Allah Jalla wala Dayyan. Dhe morëm në pjesën e parë, do të thotë atë që kishte të bënte me gjykimin dhe me disa pamje që na vijnë nga ajo ditë që duhet besimtarit të jetojnë në hijen e tyre pamjeve, mos largohen asnjë nga jeta e kësaj bote, nga se vetëm shikimi drejt ahiretit e përmirëson dunjan. Vetëm të jetuarit me ahiret i jap kuptim dunjas. Sa herë jeton njeriu me dunjë e prish dunjan. Sa herë njeriu me dunjë don me kalu dunjan, s'e kalon kurrë atë. Sa është e vështirë. Andë mënyra e vetëm me u kënaq dunja është me jetu me ahiret. Mënyra e vetëm me kalu të lashtë dunjas është me ahiret. Ndryshe çdo sa është e vështirë është e rënë atë. Dhe përmendëm se njeriu duhet që të kujdeset se çfarë po merr me vete. Apo merr atë që është e lehtë këtu e është e rënë atje, apo po merr atë që është e rënë këtu e është e lehtë atje. Ti zgjidh çka po merr. Por kujdesu dhe vazhdimisht kontrolloje çantën tënde çfarë ke fut në atë çantë. Prej kuptimit të emrit e Dayyan apo ndikimit në jetën tonë përditshme është edhe ajo që dietarët e kanë gjetur në rregull të madh e që shpesh herë përmendet e që krejt jeta e njerëzve funksionon në bazë të rregullit. Është një ligj kozmologjik i Allahut Azza wa Jall, por është edhe i trajtuar shariatikisht. Ky rregull e që thot el jaza'u min jinsil amal. Shpërblimi është konform përputhje me veprën. Nuk ka njeri që bën punë të mirë e që nuk i vije e mira njëri sikur se puna e mirë që ka bën. Dhe nuk ka njeri që bën keq e që nuk i vije dënimi tamam i përshtatshëm për llojin e të keqes që ka bën. Qase kur themi se Allahu xhallahu shpërblen robën, ose themi se Allahu xhallahu e dënon robën, edhe shpërblimi është gjithashtu i llojit të veprës. Konform veprës. Qase për shembull ti ke mundësi me bëni vepër dhe njëri me shpërblim me diçka, ajo shpërblim po s'ka të bëjë me veprën. Jo, Allahu xhallahu nga urtësia e tij edhe shpërblen çdo kënd, por edhe shpërblimi është në përputhje konform veprës që ke bërë. Edhe dënimi gjithashtu. Ky rregull i artë kanë ardhur me dhjetra, madje me qindra ajete në Kur'an që e vërtetojnë këtë. Dhe ne sillemi vazhdimisht në këtë rreth. Apo krejt që kanë ndodhur në këtë botë, ose është shpërblim konform disa veprave, ose është dënim konform disa veprave. Çështot cilët kjo dunja, nga se Allah është Dayyan. Dayyan është ai i cili e jap shpërblimin, sikur e ceka, e kur thamë jap shpërblimin edhe dënimin, kjo nuk kupton veç ahiretin, por nuk kupton dunjan. Madje kapi i veprave sikur se ka në hadithet pejgamberit sa e përmendim se ka disa vepra të cilat gjithsesi duhet të shpaguhet edhe në dunja. Para ahiret, nuk ka mundësi veç me ahiret me la. Ka punë që Allah e lën veç për ahiret. Ama ka disa vepra që nuk kanë mundësi të mos shpaguhen në dunja. Prandaj njohja e këtij rregulli na bën që ne, do të thotë, gjithashtu të jemi të kujdesshëm në veprat e jo të mira, por edhe të jemi të motivuar në veprat e mira. Nga se njeriu nganjëherë kur gjendet përballë veprës së lig, apo ai kërkesa e epshtë është e fuqishme. Duhet rrethana me të vërtetë të shumta të krijohen për të rezistuar kërkesës së nefsit. Dhe nëse njeriu rezistencën e vetme për të largu punë e lig e ka të ndërtuar se është haram, shpesh herë s'ka mundësi me rezistu. Nuk ka mundësi shpesh me rezistu. Bjen, duhet kësaj është haram i ashtu dhe rrethana tjera që me e rezistu kërkesën e nefsit. E aja që të mundon mas miri me e menaxhu këtë rezistencë është emri Dayyan. I cili ta jep me kuptu këtë rregull jetësor se el jazaja që
shpërblimi ose dënimi ipet min jinsil amel, nga lloja e veprës. S'kan diku tjetër, çfarë ti kimë marr? Mbas asaj apo. E për këtë ka edhe për të mirë e për të keq apo. Allah xhalla wala thot hal jazaa'u li ihsani illa al ihsan. Ai që ka bën mirë, çka për të marr për atë? Për atë mirë. Nëse Allah xhalla wala thot men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah xhallahu ala thot kush do të bën do të thotë punë të mira, qoftë mashkull apo femër, do të japëm jetë mirë. Apo ke punu mirë, ki me jetu mirë. Ama ki punu keq, nuk ka mundësi me jetu mirë. Edhe kena me shpërbly me shpërblimin më të mirë ditën e gjykimit. Në kuadër të shpërblimit Allah xhallahu ala thot për banorët e xhenetit. Në surën Muhammed, Allah xhallahu ala kur flet se i fut banorët e xhenetit thot për xhenet thot arrafaha lahum. Arrafaha lahum. Kjo shpreha arrafaha lahum dietori ka dy mendime. Nuk janë në kundërshtim, por të dyjat na ndihmojnë në kuptimin e saj. Arrafaha është për ta'rif. I ka fut në xhenetet që u pa treguar më herët çush janë. Jo ka shpjeguar në Kur'an çashtu çush kom thonë çashtu keni me hi. Kur fandëzimi s'ka. Madje edhe shumë më mirë se që kanë në Kur'an. Arrafaha lahum, ana ka bot një xhenetin po. A dim që shën lumejt, a dim që shën drojt, a dim që shën dërejgjet, a dim që shën jetë, a e dim. Qato që e keni dit, qato keni me shiju. Kjo është një kuptim. Po arrafaha lahum e ka një kuptim. Apo, se në gjuhën arabe kjo arrafa vjene me kuptimin e erës së mirë, edhe të këndshme. Ko me i fut në xhenet që ka erë të mirë. Ulemat kanë thonë se sikur që punët e tyre në dunja kanë pas erë të mirë, që ashtu dhe vendi ku janë fut është me erë të mirë. Nuk ka mundësi punët me pas erë të keqe e më fut me një vend ku ka erë të mirë. Andaj edhe xhenemi e ka emrin, apo, sikur se ka thonë robët e mirë të Allah xhallahu ala, wa waqana adhabe samum. Dhe Allah xhallahu ala na ka mbrojt, na ka ruajtur nga adhabe samum, nga dënimi. Samum është ai që ka tym dhe erë të keqe. Andaj ata që kanë bo punë të këqija, ku du të me shku? Në tim. Ata që kanë jetu në tim, shkojnë në tim. Ata që kanë jetu në ajrë të pastër, shkojnë në ajrë të pastër. Pse? Pse e dejan kështu gjykon. Nuk ka mundësi me jetu njërë në ajrë të pastër, apo në ajrë të pastër, shka i bjenë? Në raportet pastër ta, me Allah xhallahu ala, me njerëzit, gjëks hapur, pa zili, pa urrëtie, pa armiqësi, pa përgojime, ajri pastër, ka të shkaraj, thithë ajrë të pastër, nuk thithë ajrë të keq, apo, ku shka kë njëri? Po që ti ku ka ajrë të pastër? Ajë ka u shku, tim ka bo. Ta manë që të po bëdhem, tim boni. E ka shku ka bo, tim njerëzi ka bo. Me përgojim, me bartje fjallëshe, me silet këqia, gjithmonë tim ka bo. E ku të me shku? Në tim shkan. Se el jaza'u min jinsil amal. E dejana që kush e ka pas paq, ja paq. Kush e ka pas tim, ja po tim. Kjo rregull. Andaj të shumë të janë shembujt, shpjegimet e Kuranit për këtë çështje, edhe për të mirë edhe për të keq. Wallahi edhe për të mirë edhe për të keq. Çka po i sjell disa shembuj të ndërruar. Disa dhe i sjellëm, kam bëu mirë, kënd mirë. Hala më konkret. Për punëve të mira është që njeriu me i alargu një breng një muslimani. Ka gale, ka breng me i alargu. Për këtë ka shpëllim, apo? Çish është shpëllimi? Njëjtë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i alargon musliman një breng të kësaj bote, i alargon Allahu brengat e botës tjetër. A ki gale, a ki brengat të ahiretit ti? Po, vallahi, e kena breng vorën mas pari, çka do të bëhet me neve në vorë kur hima? E kena breng kur të rinjallëm, e kena breng kur dalim për Allah azza xal.
E kena breng për të punë tash, a kena me pas ma shumë asë që i gëzohëm, a kena me pas ma shumë asë që të të ku me i quk të sa ma largë, apo e kena breng pranimin e punëve, kej kjo është breng, gajle. A dënë me t'i fik Allahu ato brenga, fikja muslimanit brengat e kësaj bota. Me qka do qoftë? Fikja brengën e shëndetit, e brengën e familjes, e brengën e borqit, e brengën e problemit, e brengën e gjehlit, qka t'ki mundësi për i brengave të kësaj bote, me a largu? Largoja, të largoja Allah brenga të ahretit. Regull, një me një. E dhe janë mësën me pas, do të thotë, këtë lloj kalkulimit të drejt të llogaritet në shpërblema. Andaj, edhe hadithi i Buhariut, ata 3 persona që janë ra në shpellë, dhe ka ra shkëmbi i madh dhe o ka mbyll derën. Apo? Këta njerëz, i pari për shembull, kur ka përmend respektin ndaj prindërve. Ka përmend respektin ndaj prindërve. Kur ka përmend këtë respekt, ka përmend një respekt posaçëm, të veçantë, i cili rrallë gjinin mes të njerëzve. Ka përmend se do të thotë çdo natë ka pas tradit kur i ka mbledh bagtin në ahër, i ka kthy nga kullosat, apo i ka miel, ka marrë qumsht, fillimisht i ka ushqy prind, pastaj fëmijët e tij dhe kështu me radhë. Do kjo ka qenë e zakonshme për të. Një natë u ardh, edhe prindi ka zonë gjumë. Se i në shpërnda baktia, dhe se i ka mbledh u vonu, e harë natën vonë. Dhe sa ka ardh, prind kanë flajt. A i ka bujt një të punë, i ka miel baktin, e ka mbledh tomlin, u shku të prind kur i ka gjetë në gjumë. Apo? I ka gjetë në gjumë. Kanë kërku fëmija ati rrëthimi dhe në qumsht, nuk ju ka jap deri sa janë qu prind për gjumit. Deri sa janë qu prind për gjumit. Kur janë qu prind për gjumit të ndëruar, edhe kanë pa këtë sakrificë të djallit tyne, a është zgjeru zemra tyne o ngushtu? Kur kanë pa një djall kaq korrekt, i cili gjumi se merr natën, pa i bora hatë prind të vetë. A janë shqetsu prind dhe janë mërzit, a ju ka hap gjokë si ju në knash me këtë punë? Apo? E po ti e ke hap disponimin babës të nonës tonë, të hap Allah gale në dunjes. Qështu të kjo punë? Ti e u ke hap zemrën prindë e ti ke knash, ta ka hap Allah shkambin e madhë që s'munsh vetë me hje kapëtën. Sa shkambin një kemi këtë dunja, su një hje këmë në apëtën. Lërgojo të lashët. Apo knash që i gëzoj prindë të tu, Allah gjelleo të lërgojnë brengat e dunjes. Kjo regull. Kjo regull, qështu puna me e dejan, qështu puna me te apëta, gjdo sen që ka, gjithashtu, nga punë tina shumë të mira, a i tete qëfar ka bërë, a i tete qëfar ka bërë, ka lakmu një vajzë me bozina me të në udhë billa, e ka qenë zërtë madhë, i gjatë të regimi, dhe nësa varfrija ka pru që, Allah në rujtë, me ndytë dhe nderë në saj. Mirë po, një fjalë e ka qliru atë vajzë nga sikleti. Apo, për në një vajzë ndershme, qëfar sikleti është kur Allah në rujtë, kur nështë detyrohet për gjërat caktuara, ta prish nderë në saj. Edhe ajo është ngritë për i saj. Kur është ngritë ai për i saj, si ka qenë disponime asoj vajze? A është zgjeru zemra asoj? A është knaq? Apo është mërzit? Pse kjo pendu? është knaq. Andaj ti e ke zgjenu zemrën e dikujt, apo me disponim, ta zgjenon Allah rrugdalën për shkëmbit, që e kam pshil shpellën tonë. Andaj këta tetrat kanë zgjenu diçka. Zemrën e dikujt, dunjan e dikujt e kanë zgjenu. Nga se edhe i dyti edhe tretë e kanë zgjenu dunjan e dikujna. I dyti e ka zgjenu dunjan e zotë të i dhonë buk. A i tretë e ka zgjenu dunjan e ati punëtorit që ja ka investu pasurin. Parna e ka pas rrugën 100 euro, e ka kjo është pakun, që punej me ka që para, si marrë që u shku. A njëri ndërgjeshme këmë s'palla. Ka thonë kjo është haku i ti, zbot, kur jemi? E ka marrë, ka investu pasurin e punëtorit, 100 euro i ka shti në biznes, 2 vjetë në të. Po e ka pa në bereqet. A i punëtori mas një 10 vjeta, 7-8 vjeta, i ka lanem sa, i ka ramen, u me të gusht, ka thonë, që me bo zori, 100, s'ka ti marrë që doj, haki jam është.
u shkuj ka thonë, që ato pare që mi kemi si komar atëre, i marrë. Ka thonë, hajde kapë. Apo e ka thonë që të lugin, ka po lëp, e deve, shumë, ka thonë kejtën të ujet atë. Ka thonë, tja e hajgarë bërë me mua, ka thonë, tja mi paret e mija, tja para këso ere, për 50 euro në aprish, të ashton këtë lugin për me epë. Ka thonë, vëllaj, kejtën të ujet. Këtu jenë për paro që i kelon të unë apëtë. Që njëri, aja ka zhjënu dunjën dhe zemrën e familën, sa familë e ka uru, këtë njëri për kur ka arë me tonë të lëpë të shpija. Apo? Ja ke zhjënu dikuj dunjën, ta zhjënu Allah të dunjën dhe ahiret. Regull është kjo. Kjo është regull. Ande e dejan mësën që të me punua për. Këtë kalkulime tjera binë, vëllë janë të pa qëndrushme, që kjo du në me të kalkulimi vetëm që ne e logaritëm ku do me bodi qëka të mira. Qështë më ki qef për fëmijët e tu, çashtu bëni atë të tërkujna vën. Vallahi ta kthen Zoti xhelal mami. Çu ki qefti? Kjo për të mirë, po edhe për të keq, çashtu ndodh valla. A ka ardhur një njeri tek pejgamberi sa më djalë i ri ka ardhur. Edhe ka kërkuar nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam leje për me leje për me bëu zina. Ka një rasulullah i dhan li fi zina. Ka i dërguari Allah më jep leje me bëu zina. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që kjo është ajo që se kanë fillim. Mi pëllon është haram, nuk ban. Veç kjo nuk është rezistues i mjaftueshëm për me largu. Nuk ka njerëz sa është kjo haram, ma fal Allah ti apo sa ka dosh më përmend një rezistues tjetër që i dham aty shumë. I ka thonë afrau këtë. E tërdahu li ummik. Ai i kënaqur nona jote me bëj kështu. A'udhu billah. Ka thonë jo ja Rasulullah. Ka e tërdahu li ukhtik. Ai e kënaqur motra jote me bëj zina. A'udhu billah. Ka jo ja Rasulullah. Ka e tërdahu li ammetik. Ai i kënaqur me bëj tezja jote, halla jote. E ka përmend. Ka jo. Ka çështoj janë njerëzit. Pse ka bën këtë hadith pejgamberi kështu apo? Ka se ka thonë pejgamberi son një hadith tjetër. Kushdo që ja prek nderin dikujt, ta din se e ka prek vetën apo. Kushdo që bën zinë me dikan, ta din se Allahu xhallahu ala ka mia djeg shpirtin familjes vet apo. Nëse nuk pendohet, nuk kthehet tek Allahu xhallahu ala. Kjo rregull është kjo. Kjo rregull. Wallahi kjo rregull. Që e ka përmend Allahu xhallahu ala, ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj nuk ka rrezik mjaftueshëm. Allahu na rujt. Nga se edhe ajo që dikush bën zinë me dikën, edhe ajo është e dikujt. Ka mundësi me kon, Allahu na rujt, me vetë dëshire, me kërku vetë, po megjithatë, ajo mbetet motra e dikujt, ajo mbetet nona e dikujt, ajo mbetet gruaja e dikujt. E po ai që e prek nderin e gruas tjetër, ta din se vallahi ka mu prek nderi i gruas vet, ose i motrës vet, ose i nonës vet. Ky është ligji i Allahut në dunjë atë. Vallahi nuk shkon larg kjo. As në koishis shkon bile. Në familje ka me të rokë. Kurë që ka buati. Në çdo aspekt. Edhe ai cili nuk i respekton prindët e tij, edhe ai cili i keqtrajton prindët e tij, ta din se nuk ka me shku larg, apo jo gjenerata e pest, jo, ai do të jetë viktimë e rrosën nga fëmijët e tij apo. Kjo është rregull, edhe sot në dunjën e shohim. Wallahi kujdesu po prindët tu, jo për shkak prindve. Apo nëse veç për shkak këtyre stima të mjaftueshëm. Kujdesu për prindët tonë. Qysh ki qef me të qyrë fëmijët e tu, çfarë të shyrë prindët tua. Se kjo ka më ardhur, kema të dinu të dan. Kjo rregull, sikur se ka në hadith pejgamberi sa kema të dinu të dan. Sikur se je sjell, kanë mos sjell tjetër me ty. Çysh ka ke bëu tjetër, ka më të bëu ty, kjo rregull. Ande emri Allah të dejan, na mëson të vëzhguar, na mëson që ti kontrollojmë veprimet tona edhe për të mirë, por edhe është një rezistues i mjaftueshëm që na ruan me lenë edhe të manduar nga punët e këqija që mos bëjnë në të aftë. Andaj a ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Ata që janë rahmetxhit, mëshirshmit, i mëshiron kush? Ai që është ar-rahman, i mëshirshëm. Edhe e kundërta. Apo ata që mendjem dhaj, ja u thënë qafën e lëgjebbar. Qështu shkan? Qështë dhe bëjsh, qashtu të vjen emni Allah xhallahu ala, qashtu vepron në bërbal, personin caktuar. Prandaj edhe, sa njerëz dhe ndëruar, wallahi, kanë da
nga pasuria e tyre. Në kohra të caktuara. Pastaj u ka sill Allahu dunjan. Se kjo dunja tilkel ayamun udawla baina nas. Të njerëz se kuptojnë kur vallahi. Këto ndë që na i sillën për dunja. Apo janë ditë që na i sillën dunja. E kur sill rrota, çfarë bën? Që të kush është nalt, shkon tu sill tani, shkon tu rrotë poshtë. Ç'është kjo botë? Kështu kjo botë. Pejgamberi sa ka garu me Aisha radhiyallahu ta'ala anha, edhe ja ka kaluar herën e parë. Aisha radhiyallahu anha. Herën e dytë ja ka kaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka thonë pejgamberi, ç'është të kjo botë? Një ditë për ty, një ditë kundër teje. Sfiton gjithë, as humb gjithë. Andaj fita për ditë e humbjes. Merr për ditë e vështirësisë, në ditët kur je i lirë. Nga se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khudh min sihhatika li saqamik. Merr nga shëndeti yt për smundjen tënde. Merr nga se e sill Allahu dunjan atë. Kam përmend shumë nga dietar një rast interesant, thuhet që i ka ndodhur njëri prej ulemave apo Rabi ibn Khuthejm, por thuhet që i ka ndodhur njëri po rast ilustron që ndoshta ndodh sot dhe nesër, sot diçka që është për kohë caktuar. Njëri ka qenë duke drekuar me gruan e tij. Dhe ka tërkit një fukara nder, e këta ka qenë duke hongër pul. Edhe i ka thonë burri gruas, kush është? Ka thonë një fukara. Heq motina, me lederën. E kam shilë derën. Ka përmend dietar në librat e tyre se i ka ardhur dunjaja këtij njeriu u varfru probleme, telashe, si pasojë e ngarkesave të shumta është dopi gruas. E tani normal, gruaja është ndonë, ka me siguri e re, kështu me radhë, është martuar me njëri tjetër. Mas një kohë të caktuar, kjo gruaj njëjtë po drekon, po tash me burrin tjetër. Njëjtën pul, po han pul. Valla kjo duket si po çështë pikërisht është jeta ashtu. Pikërisht çështë dunjaja atë. Dhe një fukara nder atë. E i thot burri gruas, kush është? Thot një fukara, thot jepja pulën atë. Thot jepja pulën. Kur kthehet gruaja, kthehet me lot në faqe atë. Thot çka ki? Thot ishte burri jam i parë atë. Apo? Thot çiko ka pru Allahu xhallahu ala atë. Atëherë thot ky burri, thot e unë jam ai i pari që më kon atë. Ndërnë ju atë. Çka kthen Allahu dunjan atë. Apo unë kum lyp, më kanë nënçmu, apo që ja ka pru Zoti ndër të më me lutem. Wallahi shumë njerëz kanë përbuz, njerëz i ka pru Allahu dy gojta ata, i kanë nënçmu atë. Andaj çysh t'ja bësh e gjon. Zgjidhe çysh po dan, çashtu ka me ta atë. Ja çliron dikujt, Allahu ta çliron. Ja ngushton dikujt, ka me ta ngushton. Dynja në ahiret atë. E në veçanti kur bëhet fjalë për zullum. Ka ardhur shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se zullumi është për veprave që shpërlahen në dunja para ahiretit. Zullumi është për veprave që shpërlahen në dunja para ahiretit, sikurse ka ardhur shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj çfarë do të zullumi besimtari? Wallahi duhet më largu, më zhvesh për ti, nga se edhe ndoshta më i vogël që ndoshta njëri si kushton vëmendje, i kushton jetën e kësaj bote. Edhe këtu nuk amnestot kërkush. Kur do qoftaj? Nuk amnestot kërkush, kur do qoftaj? E dini rastin e Muhammed ibn Sirinit. Ishte ka ronë burg. Apo? Pse ka ronë burg? Pse me një fjallë e kanë gushtu diken, e Allah e kanë gushtu ma në tjera. Po ati e ka shpërla, se u pendu, po me gjithat e ka pagu. Edhe i ka thonë vetës vetë, e di pse jam hinë burg. Unë e di shumë mirë. Pse i hinë burg? Thot para 20 vjetë, i kom thonë njërit, e mërë fukara, mërë. Apo e unë i keq. E ka nënqmu, ka më fukaraj. E ka ngushtu një musliman. A unë e ngusht me këtë fjallë, po. Ta bjen zotin ngushtu është atë tjapën. Së gjë, njerëz të harojnë. Se të thot Imam Dhahabiu rahimullah, ata i kanë pas gjunohat e vogla, ju ka kujtu shpesh, kujtja ka ngushtu, që ka ngushtu këti pastaj. Na përshka këtë ngushtimit të njëri tjetit ditë për ditë, apo nuk dim për cilin ngushtimin të e pagu punën e caktuar. Prandaj, ama ngusht ka me të ardhë. 100%. 100%. Pa e se lefin e edukim në fëmijët e ndëruar, i kanë kushtu shumë nësi kësaj. Kur ka qenë në smun e vdekës Omer ibn Abdulaziz,
Kjo rregull jetës ka reflektime thash shumë tani jetë. Këtë jeta është reflektimi i këtij rregullave. El jazau min jinsi al amal. Merë Kur'anin, merë Sunetin, merë jetën, që shtu funksionon dunjaja. Edhe për të mirë, po edhe për të keq. Kur ka qenë Omer ibn Abdulaziz në moment e vdekjes, i ka mbledh bijtë vet. Djemtë vet i ka mbledh. Edhe i ka thonë djemve ti, ka qenë halife. Apo ka thonë bijtë mi, une nuk po ju luan nga dunjaja që shulojnë tjerë. Normal. Ai që kom para, Omer vëllë që ai ka unë djemë vedet. Ja ka luan, bajegi do dukate, bajegi do kallavlak. Unë s'pëjlosh ashtu. Unë s'kam asim ju një uapta. Mi përkom pëjoloni sen që, apo, rallë dikush e lembive të vetë. Ka thonë, une pëjoloni sen që, kudo që shkani, me këtë që takuheni, njerëzit ju kanë bërë për shkak mirësisë që ju kanë bërë tjerë, vëpta. Kjo është me ama se pasonia, vëpta. Andaj, aja ka ditë, ka mujt me i bërsh të njerëzit, apo, në të kuptim, jo veç me pare bërsh, po bërsh me ndere, bërsh me ftyre, bërsh me shumë burë që janë. Mirë atu thmit e vetë, mirë po kudo që dalin ishin ngushtu, apo, po livdohen, në edhim që e këna një mu, apo, a thot, e di se shumë tjerë ju këmë bu hajrë, e tash kur dil një, kur kush nuk bën me gisht, që këta që baba shkej e me të bërsli, po kej thëjnë që këta që baba si s'ka mujt me a këti borës në të. Të është me e mirë. E po qështë e bëjsh ki me gjithëm. Dhe kjo është tash regullat shumë ta që jam përmen në shëriat. Të interesant që du të më përmen është aji që e ka përmen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku thot la tu'dhul muslimin, mos i bezdisni, mos i shqetësoni muslimanat. Wala tattabi'u awratihim, dhe mos i ndjekni të metët e tyre, mos i ndjek të metët e muslimanëve. Nga se kush i ndjek të metët, ka njerëz janë gjyqtar të metave. Asnjë e metë e dikujt si i kejt i nxën. Kejt i nxën. Si i ke meta e kërkujt, as nuk i këpëllimi kejt i nxën. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos i ndjekni të metët e muslimanëve, nga se kush i ndjek të metët e tyre, janë njek edhe Allah ati të metët. E kuj t'i lëshohet Allahu me janë njek të metët? Me ta ndjek ka një kanetën, me kukra. Se neve gjynas në ndjek me kukra, alhamdulillah, se ishë bu problem, apo? Në ndjek të pëtanë shumic. Që ta thot, uja afuan këthir, po shumë ja u falë, shien atë punë, me bu me të zësen me... Ama kush ndjek me kukra? Problem është, apo, me ta tjerë, që ta të krymna. E parëna kanë t'ja bënë Allah që shtut në dunja. A ka mundësi me pështu kë njëri? Thot pejgamberi s.a.s. E pëshnën Allahu Gjallahu Ala, ma dje edhe në mesin e familjes të tjetën, hore bënë. Nëse i njëk, i te ke njëk, dikant metat, apo, vjen metat kësaj. Ka thënë Allah në surën Hujurat, wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Mos e përgëjan askush tjetrin. Kur ka huaj për përgëjimin ka thonë, e yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. As thua vallë dikush për juve është i kënaqur me hungur mishin e vllatit vdekur e ju këtë urrani. Çka ka lidhje gibeti me mishin e vdekur? Ka shumë ato. Nga se njëri që është i vdekur, mi më shumë shkellim, ata këthen? Ja. Mi marë parët për i gjepi, ata këthen? Ja. Qështu të daj që nuk është prezent të folit për ta. Po, është sikur se i vdekuri, së është prezentaj. Andaj njëri që për të bëhet gibet, a ka mundësi me umbrojt? S'ka mundësi, sikur se i vdekur, s'ka mundësi me umbrojt. Ka së është sikur se i vdekur, së është prezent. Andaj sikur se ke mbrojt një vëlla musliman, kur është akuzu, ose është shpiv, ose është përgoju për te, ose është prap një emet e ti, ata gjezami në gjënës e amel. Ka me të asilë Allah dekun. Se e konë sikur se i dekun. Të asilë Allah gjellah si dekun, e haja tash për mishën e ti. Nga se edhe mishi, qëka në nënkuptan? Kur do me hongër mishin, do të me e këteshën, apo? E po dhe në këtë botë, aje ka pas një petk, ja kam lu Allah një të mitë, apo?
E ti ja ke petkun, ja ke që jo, ka një shaj këtu që s'pëshin jo. Apo, ha? E po tash për zdekti, po ta hek Allah tesh në ti, haja proqat mesh aty. Qysha ke shfaq mishin, që ashtu ki më hungër mishin. Shika, subhanallah, qëfa kra, e njëta pun, kejtë qysha ka bo, që ato ka me gjithë. Dënimi vjen në bazë të veprës që ka bo dikush ato. Qysha ka bo, ka me gjithë. Gjithë shka. Prandaj këtu krasime, atë që në shumë të vlerëruar, nga ona e dietarëve, edhe para se me në hadith e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sa që sikur të theka, krejt jeta e besimtarëve përfshihet në këtë aspekt. Dhe ajo që dua ta them në pikë të fundit për emrin Allah xhallahu dhe janë është na përmendëm gjatë tërë kohës se edhe në këtë pjesën e fundit se njeriu çka do që ka bërë do ta gjen nga e mira dhe nga e keqja, edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Por edhe kujdesi që duhet ta ketë besimtari çfarë po bën, çfarë po merr. Dhe sa i ka që zullumi, sa i ka që kështu me radhë. Gjitha këto lëndruar kanë mundësi të rregullohen vetëm përmes një rregullatori. Përndryshe nuk i ndihmë na këto. Ki mundësi këti bën zullum, këti ja han mishin, aty edhe nëse s'ka rregullator, prishet sistemi. E cili është rregullatori krejt saj? Nga se na përmend një varg përfitime nga emrat e dejan. Mi po këto përfitime po dëshëm të jenë të përmbledhura dhe të na rregullojnë jetën. Ja duhet një rregullator që i rregullon gjitha këto. Cili është ai? Ai është el muhasaba. Llogaritja vetvetes atë. Njeriu nëse emri e dejan me këto kuptime, apo duhet të e motivon besimtarin dhe t'ia mon gjithmonë aktive, të ndezur gjithmonë pajisjen e vetllogarisë. Nuk duhet me e fi kur këtë pajisje. Do njerëz vëllai kanë njerëz në ton, bën përshtypje që ky njeri e ka shkym edhe imanin, e ka shkym edhe Kur'anin, e ka shkym edhe lëgë. Tash apo sigurisht me fik ditën tërë, s'pëshit kur që ta bësh ka dush. Imani s'fikët kur Allah. Nuk on aktiv, e kanë kufi, e kanë stil, se imani s'lan me bëj gjithçka. Sigurisht do njerëz kanë sillen në asnjë mënyrë ose flasin, thosh ky pas ka shkym mendjen. Pas ka off, e kur e ka shkymën, to po bën çështu njëri. A bën njëri me shkym mend në herë? Jo, nuk shkymën, jo do të thashë shkymën tani vëllezër, ama mendja, imani, edhe vetë llogaritja. Ka dalë Allah, që kjo maqet as maqet, këtu nuk fikën kur. Andaj besimtari duhet me llogarit vetë ti gjithmonë. Sikur se ka thënë Hasan al-Basri rahimullah, besimtarin e gjen gjithmonë duke e llogarit vetë ti. Fjalën që e ka thonë thotë çka do të me këtë fjalë? E pse e thash? Thot Hasan al-Basri e llogarit duke thënë, në qoftë se kisha më thonë, a kisha më thonë më mirë, e pse se thash më mirë, e pra do të më thonë më mirë. Çdo sen që e bën kështu, a ka pa mundësi me kon më mirë? Se gjithmonë ekziston një version edhe më mirë se ajo që ke bërë. E kush e përmirëson cilësitë e veprave tona? Vetë llogaritja. Kush na ruan nga përsëritja të këqijave të ligave? Vetë llogaritja. Kush na mundson me kujdes çka po futim strajsën tonë? Vetë llogaritja. Po dhe mos me kon llogaritja, çka dini që ke fut para një javë në strajs? Nuk din, ke harru. Andaj llogaritja është ajo që na bën aktiv, është rregullatori i këtij pikave që i përmendëm më tani. Dhe normalisht kjo llogaritja është ibadet në vete që dietarët i kanë përmend rregullat e saj, i kanë përmend llojet e saj, por ndua të përmendin veç shkurtimisht llojet e vetë llogaritjes. Nga se jo për temë të flasim, po si për kujtim kodët e kësaj pike që po flasim. Ibn Qayyim rahimullah thotë se llogaritja është para veprës, gjatë veprës edhe pas veprës. Para veprës çka llogarit njëri? Llogarit për kan edhe si. Për kan më të e bëjë vepër. A e sigurt? Po, para Allahut. Mirë. Mënyra që po e bën, a në rregull? Se kanë është sinqerat njëri, po mënyra se ka në rregull. Apo sa shkëm në rregull? Andaj e rregullon mënyrën. Gjatë veprës tash u kry. Këto dyja dhanë shajnë, futën në vepër. Kur është futur në vepër, gjithmonë gjatë veprës i kontrollon ato dyja, a janë në rregull? Apo psojnë ndryshime? Asa ka mundësi, për shembull, në fillim me konjet i mirë, po gjatë veprës tani më prish, ka mundësi.
A ka mundësi mënyra me kone mirë fillim, po tani gjatë veprës me u prish, ka mundësi. A në gjithë mund këto dyja i kontrollan. Do të thotë sinqeriteti edhe rruga dhe mënyra se si po bën vepra. Edhe kur kryet vepra, është kry vepra, këtë ka marrë fund, ka përfundu, gjithmonë e ruan këtë e llogarit. Ka dalë këtë punë mirë që kum bë, mos jam ty e përdor këtu, s'ban më na çit kjo për të Zot, kjo s'ban përdor këtu. Apo e ruan. Mos helbet me këtë sjellje, me këtë fjalë, ndoshta me këtë e kum prek veprën e mirë që e kum shpresuar tek Allahu xhallahu ala. Sigurisht e kemi thënë tek emri el Mennan, tek përmendja punëve që bën njëra, po ruju. Wallahi ka njerëz që ndodh me e prish punën e mirë mas 30 vjet apo. Mas 50 vjet e prish punën e vet apo. Ka kësi njerëz. Ka njerëz që jo një, krejt i kanë prish, mas 50 vjet e këtë i kanë prish. Këtë i ka bon rregull. Po më nëjë nësë dim që konë zemër, po është mënu me konë me sinceritet e pasim e këtë i ka prish të fundat. Këtë i ka rënuar. Allah në ruaj. Andaj, në jena gjithmonë në kujdes, që ta ka unë asë në Basiu, rahimullah, mos u qudit për ato që i ka prish, që i ka prish. Unë e ditë ka zëtë që shprish të ebë. Po qudit për ato që i ka rujt, që i ka rujt. Para unë me pas një kështjel për letrave, apo edhe frynera, ktheja shpinën kere, ktheja dorën kere, apo e kime bajt që kështjel kime bajt 1 kilometër. Kur mrish në cak, apo, a quditën me ata, që zloja u prish e era ato letra, a quditën, jo, normal e me u prish, kanë mu qudit me ty, që është mujtë e la, po u prish, kur që me pru që ka, që kanë qudit. Andaj, kanë anë të transmitime se edhe me lajket quditën, ma djevëdhëruar, para me lajkeve, Allahu xhallahu ala quditet, si kësë ka në hadith, ama qudit që ati të kanë, jo habi që se ka ditaj, po në kuptim të pëlqimin, në kuptim të të punës mirë që ka po, me kanë Allahu quditet, ka thonë, me djallin e ri, lejse lehu sabua, djallin e ri, në moshtë të ri, i cili, lejse lehu sabua, që ka sabua, i cili nuk ka anim ka jepshet, qa që është i përqendruar në rrugën e Allahu xhallahu ala me gjitha kërkesat, edhe fizike, edhe psiqike, edhe rrethonave, të gjitha këtu s'ka anim, kthehet ka Allahu xhallahu ala. Kjo është më çudit me këtë njeri Allah. A më çudit? Ti a çuditesh me një plak 90 vjet, apo që mashallah 90 vjet të zbën zina. S'ka më gjimit, tama, ma i presht, i portët me konjeri, shumë me bëgë si punë. Ama çuditesh me një djalë 15, 17, 20, apo ose moshë caktuar i cili ka do që cilët ka provokime, edhe i qëndrueshëm është atë. Edhe në shikimin e tij, edhe veshën e tij, çdo gjë. A ç'ka më çudit? Apo ç'ka më çudit apo? Prandaj domthonë duhet më rujt. Duhet më rujt që të thash i rujna me llogaritje. I rujna me kuptimin e Allah xhelalu e dejan, nga se thash shumë njerëz bin për rrugë apo. Edhe shumë kanë rraptur, edhe shumë kanë më rrap. Po në qofë se besimtari në fund dhe adërzën Allahot me sukses, vallahi që atër thotë si kësaj sahabia që ka thonë fustu e rabbil Kabe. Pa shazut në qabës pështova. Pa në ka qenë betej e ka rrugë shtiza në gjëks, apo edhe ka pa gjaku ka i del, edhe shpirtis bashku me te, edhe ka kap gjakun edhe ka lyftyrin ka thonë fustu e rabbil Kabe. Pa shazut i pështova, e qita qështë duhet pesapin, duhet qështë duhet hesapi. Apo, se qështu i dalë Allah me këtë gjak në gjennet, ku kime shku më apëtën? Ama, duhet me qëndru, me majtë diri në fund, apo, e dejan të motivon, e logaritja regulan, apo, edhe në fund, shpesim të themi Allahot, fuz të vara bil Kabe. Pasha zot në qabës, pëget e qita, pëget dola, apo, ama është sfid, nuk ka let, për gjatë rrugës ka shumë, asi erna, tërhekje, cuba, kriminella, grupe, ndryshme, grabitin punën, tamarin, shumë zane ka. Wallahi me rujt, apo është, nuk ka let atën. Me rujt nuk ka let. Me rujt para mëna në komunikacion, tegër, që s'ka semafora, s'ka kurgjë, para na i ki në zanës të klasës, 30.000 i ki, me u kalur rrugën. O siklet, s'nalin kjerët heq, që një kalaki, po kap një ajti, ku disët e kap tjetërin, edhe ma sikleto që është tikim punët, apo, a komunikacion e shumë i rapt, autoban i shajatinve, dunjaja është apëmarash, apo të godasin, të agrabisin, të marrin, andaj të duhet njohi Allah xhallahu ala, duhet llogaritja,
me rujt punë deri në fund. Kur e qish në mizan, edhe e gjoni jomul qiyame, ka alhamdulillah, s'ka ka hub kërkun për udhë, që ku është? S'ta hub Allah, ti e hub veç, ti e hub. Kur e gjoni thot, fustu vallahi, vallahi fitova se çtu ka. Që ku ka? E çatëre tirau. Ama desat e qish në peshore, mos u çlira fort ato. As mos u hap fort. Apo nga se njerëzit tash e kanë hub, mas 50 vjetëve kanë hub ato. Madje edhe më tepër e kanë hub. Me shërbime shumë më të mëdha se që na i bojmë. Me sakrifica shumë më të mëdha se që na i bojmë, ama e kanë hub. Për çfarë arsye? Nga se kanë njoftë e dejan. Apo se kanë njoftë se kanë kuptuar se edhe vllazë Jusufit e kanë gjujt vllahun në burg, e tani kanë dorë me shku mu kënaqë të shtëpia. S'ka kështu. Nuk ka kështu. Nuk ka mu kënaqë nëse dikush tjetër s'është tu kënaqë për shkak teje. Ti s'ki mu kënaqë. Kush do koftaj? Prandaj njoja këtë jam dash në rregullon jetën këtë botë. Edhe rregullatori tërës është llogaritja. Dhe për fund çka duhet të vëzhguar, në qoftë na shfaqet në rregullatorin e vet llogaritjes. Na shfaqet ndonjë padrejti eventual që kemi bën dokujt. Kujt do qoftë? Prindve, fëqinjve, shokëve, miqve, kujt do qoftë? Mësuesve, muslimanëve, xhamatit. Të shpejtojmë të kërkojmë halal. Rregullatori thot, gutu se e dejan kom e ta kthy jotën. Para se me ta kthy në dynja në ahiret, para se me bëj shpagimi, a ka unë Allah, unë jam dejan. Apo, edhe tash këna mu shpërla, para se me ndodhë kjo, ti shpërla me sopë e gjithë në kësaj bote. Të mbledhim guxim, dhe trimni dhe burni të themi, unë e di se çto kom gabu ma bën halal. Ka që është e jotja, dhe mos vazhdimi në të keqe. Nërsa për kompenzimin e dëmit shkaktuar, Allahu i mjafton ati që është bëje pa drejt. Mja kompenzu dhe mja kthy atë dëm që është shkaktu. Me pas paku mos dalim para Allahut e mi pas bërsh kërkujt. Balle kena borçin Allahut që ja kemë atë. Wallahi balle kena mi dal Allahut me borç ndaj tij që kemë. Çka të vjen tash edhe me pas borç të tjera krijesa atë. Balle ki çush kemë kalu me Allahun xhallahu sa borç na kia atë. Për begatitë, për mirësitë, për falërimin e mangët e për shumë tjera. Kjo është e mjaftueshme. Nuk duhet borçi i krijesave veç vallahi atë. Balle ki varfrinë e punëve tuaja. Anë qatë varfri ki me dhonë zëqata, fukaraja në dunia se jabë zëqat. Apo? Nëse në ahiret, jo 2.5, po jabë baja gishtret. Fukaraja në vepra dhe jabë zëqat, tjerve, i një manë, tjerve. Fukarajave të ahiret ju një manë, që unë ju do punë të mira, se balë ka mëne. A kejtë me fukaraja. Andaj, ruaj veprët e tuja për veti, barte ato që është e lecët, e ronë nesër, jeto me dejan duke di se nëse bon mirë, ki me gjithë mirë këtë dunia dhe në ahiret, kjo është aqka, ne e rregullon jetën këtë botë, në sikur se e filluat si në fillim, po e mbaraj, Allahu xhallahu ala na motivon, na stimulon me këtë njohje që përkundër ndoshta dekorajimeve, zhgënjimeve, jo për kravet e duhura, na mjafton Allahu për krahas. Na mjafton Allahu të na inkurajon dhe stimulon me njohjen e emrave të tij, e një ndër ta është edhe emri i tij Ad-Dayyan. Allahu xhallahu ala na përmirësoj gjendjen e zemrave tona. Allahu xhallahu ala na përmirësoj veprat tona dhe lut Allahun e manduar që Allahu në ndihmon në kryen e punëve të mira, dhe të në ndihmon në ruajtjen e tyre deri në prezantimin e tyre para Allahu xhallahu ala. Dhe çdo vepër të ligë eventuale që kemi bërë në raport me Allahun, Allahu na e fal. Dhe çdo vepër të ligë që kemi bërë për banditë, Allahu xhallahu ala na mundsoj që të ballavaçohemi faqebar me të themi më bën halal. Që të kalojmë si duhet të jetojmë në kësaj bote faqebar dhe dalim para Allahut faqebar. Allahu shpërblet me kaq për do fund për sot sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam.